Bordi i Paqes, iniciativa ndërkombëtare ndërmarrë nga presidenti amerikan Donald Trump u finalizua në Davos të Zvicrës, ku krerë shtetesh dhe përfaqësues të vendeve që u përgjigjën pozitivisht ftesës hodhën firmën në dokumentin themelues. Mes firmëtarëve ishte dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa mungesa e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama u vure menjëherë. Ndërsa liderët botëror ishin mbledhur në Davos, Edi Rama u shfaq në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Kjo krijoi një debat të fortë politik, pasi opozita ngriti pikpyetje mbi procedurën e ratifikimit të adherimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes. Presidentja e Republikës Kosovës sot në Davos me presidentin Trump dhe ka nënshkruar edhe vendet themeluese sot në Davos në prezencë të presidentit Trump. A mund ta dim pse kryeministri i Republikës Shqipërisë është sot tu dhe nuk është në Davos për të nënshkruar marrëveshjen me presidentin Trump? Që më pas të mundësi Kuvendit të Shqipërisë që të ratifikonte marrëveshjen e nënshkruar. Por do dija mendimin e kryeministrit nëse ai është krenar sot që Kosova dhe presidentja Osmani ndodhet në nënshkrimin e Bordit të Paqes. Dhe me këtë do dija pse zoti kryeministër nuk ndodhet në Davos, pasi ka qenë ndër shtetarët e parë botëror që ka publikuar ftesën dhe në mënyrë të hapur ka kënjyer shqiptarët duke thënë që ka një ftesë personale kur ishte një ftesë për dhjetra krerë shtetes. Duke na thënë që do jemi edhe një vend themelues. Kështu që të gjithë prisin të ishin në Davos. Madje dhe nga përfaqësuesit tuaj politik në të sallë, konkretisht zoti Balla, është thënë që Shqipëria është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që ka marrë këtë ftesë. Tani nuk ka pikë diskutimi që ky është një moment historik për Shqipërinë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne na kërkojnë që të jemi antarë të kësaj organizate dhe e mirëpresim. I detyrohemi shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ka edhe një çështje tjetër zoti kryeministër, e cila meriton një vëmendje. Edi Rama reagoi ndaj kritikave duke sqaruar se procesi i adherimit nuk lidhet domosdoshmërisht me praninë fizike të kryeministrit në ceremoninë e nënshkrimit dhe se Shqipëria ka ndjekur të gjitha hapat institucionale të nevojshme për të bërë pjesë e Bordit të Paqes. Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis t'i përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se mungesa e Ramës në Davos kishte arsye politike dhe nuk ishte rastësishme, duke akuzuar kryeministrin për mungesë transparence në një proces me rëndësi ndërkombëtare. Dhe presidenti tha se në atë lista janë atë bord janë 2-3 emra që s'do t'ja u dëgjoj kurrë emrin. Po, e tha, shko merreni. Për kë kishte fjalën? Po sigurisht që ai s'do t'ja dëgjoj Lukashenkos, ai s'mund t'ja dëgjoj Ramaduros. Nuk mund t'ja dëgjoj. Pavarësisht kundërshtive dhe debateve të ashpra në sallë, opozita deklaroi se do të mbështesë nismën e presidentit Donald Trump për krijimin e Bordit të Paqes. Demokratët theksuan se vota e tyre pro nuk përfaqëson mbështetjen për qeverinë Rama, por përpjekjen për paqe dhe stabilitet ndërkombëtar, dhe kjo do të thotë bashkim votash me mazhorancën socialiste.